Arrestimi i ish-ministres së Arsimit, Shkencës, Kulturës dhe Sportit, Vesna Bratic, ka hapur një kapitull të ri tensioni në politikën e brishtë të Malit të Zi. Sipas raportimeve të medias malazeze, përfshirë Vijesti, ajo është arrestuar në Podgoricë nga strukturat e policisë speciale me urdhër të special në Dzvarno Tuslasdvo në kuadër të një hetimi për shpërdorim të detyrës zyrtare. Ngjarja nuk është thjesht një episod i kronikës së zezë. Bratic ishte një nga figurat më të diskutueshme të qeverisë së drejtuar nga Krivokapić, një kabinet që erdhi në pushtet pas rënies së hegemonisë 30 vjeçare të DPS-së Milo Đukanović. Ajo u identifikua politikisht me linjën proserbe dhe konservatore, duke u përplasur shpesh me qarqet liberale dhe me një pjesë të opinionit publik që e shihte si simbol të një ndryshimi ideologjik në administratën shtetërore. Hetimet aktuale lidhen, sipas burimeve paraprake, me dyshime për vendime administrative që mund të kenë prodhuar pasoja financiare për shtetin, veçanërisht në sektorin e arsimit. Gjatë mandatit të saj pati shkarkime masive drejtorësh shkollash dhe ristrukturime që u kontestua në gjykata. Nëse këto veprime provohen si të paligjshme, çështja do të shndërrohet në një precedent serioz për përgjegjësinë penale të zyrtarëve të lartë në Mal të Zi. Ky arrestim vjen në një moment kur Podgorica zyrtare përpiqet të ruajë stabilitetin institucional dhe të forcojë kredencialet e saj në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Lufta kundër korrupsionit dhe abuzimit me pushtetin mbetet një nga kushtet kyçe të Brukselit për avancimin e negociatave. Në këtë kontekst, veprimi i SDT-s mund të lexohet si një mesazh se askush nuk është mbi ligjin, por aq mund të interpretohet edhe si pjesë e një ripozicionimi të brendshëm politik, kur ish figura të qeverive të mëparshme përballen me llogaridhënie. Për rajonin, zhvillimet në Mal të Zi kanë peshë strategjike. Stabiliteti i Podgoricës ndikon drejt për drejt në arkitekturën e sigurisë në Adriatik dhe në ekuilibrat e brendshëm etnik në vend. Një proces i drejtë, transparent dhe i depolitizuar ndaj Bratic do të forconte shtetin e së drejtës në të kundërt. Nëse çështja perceptohet si selektive apo politike, ajo mund të thellojë polarizimin në një shoqëri tashmë të ndarë mes orientimit euroatlantik dhe ndikimeve alternative rajonale. Në pritje të komunikimeve zyrtare nga prokuroria, arrestimi i Vesna Bratic shënon një tjetër provë për sistemin e drejtësisë malazeze. A është kjo një kthes reale drejt standardeve europiane apo një episod i radhës në betejën e ashpër për kontrollin e narrativës politike në Malin e Zi? Koha dhe provat do ta përcaktojnë.